Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Pas 25 vitesh martesë, zbulova që burri im është babai im biologjik. Për ju që po e dëgjoni këtë fjali, po ju duket si një broadshkull ose si një film horror, por jo, fatkeqësisht kjo ka qenë jeta ime. Është një vërtetë e hidhur të cilën e kam fshehur për dekada me radhë. Pasi unë u martova me burrin që pas 25 vitesh zbulova se ishte babai im biologjik. Le të kthehemi pak tek hershmja ime për atë fëmijëria. Unë kam lindur në fillim të viteve 80. Në për të gjitha dokumentat e mia, shkruhej gjithmonë vetëm emri i mamas dhe asnjëherë nuk ishte emri i babait. E pyesja veten dhe të afërmit për këtë gjë, por përgjigjja ishte gjithmonë e njëjtë. Nuk është e rëndësishme, mos bëj shumë pyetje, përqendrohu te vetja jote, jeta jote dhe zhvillimi jot. Ndërkohë, mamaja ime më ka vdekur që në moshën 6 vjeçare. Pas asaj tragjedie jam rritur gjithkohës me tezën nga ana e mamit dhe të gjithë kushërinjt. Ishte një fëmijëri e vështirë, e mbushur me mungesa, me vështirësi, por me dhimbshmja ishte boshllëku i të pasurit një figurë mashkullore, siç është figura e babait. Gjithmonë imagjinoja se si ai mund të ishte, çfarë karakteri mund të kishte, a do të ishte i dashur karshi meje? Kur arrita në moshën 20 vjeçare, unë punoja në një dyqan të vogël. Një ditë shumë normale, hyri një burr rreth të 40-tave me një shikim të ngrohtë, por në të njëjtën kohë edhe një shikim shumë autoritar dhe të fortë. Ai fliste me qetësi dhe me një magjepsje. Filloi që të vinte për ditë, filloi të më fliste më gjatë, më pyeste për jetën time dhe tregonte për jetën e tij. Nuk e dija pse, por ndihesha shumë e sigurt pranë tij dhe ndihesha vetvetja. Kishte një mënyrë të veçantë që të më dëgjonte, linte hapësira, më kuptonte, afirmonte çfarë unë thosha. Ai më tha se quhej Erti. Kishte jetuar jashtë vendit për shumë vite dhe nuk kishte krijuar familje. Ishte më i madh se mua normalisht, por kjo më dukej si diçka që më jepte më shumë stabilitet, pasi mua më pëlqejnë burrat, të paktën atë kohë, burrat të cilët ishin më të mëdhenj në moshë. Shumë shpejt, bisedat tona u kthyen në diçka më shumë, më intime, më romantike. Unë, ajo vajza që gjithmonë kishte ndjerë një boshllëk, një mungesë të figurës atërore, më në fund gjeta dikë që më bënte të ndihesha e rëndësishme. Ai më trajtonte me kujdesin që nuk e kisha marrë kurrë më parë nga një mashkull. Kishte raste që ndihesha sikur më njihte për një jetë. Më njihte më mirë se sa unë veten. Më dinte çdo detaj dhe edhe pse më duk në fillim një rastësi, më vonë e kuptova që ishte njeriu i duhur. Pavarësisht dallimit të moshës, pranova lidhjen dhe vazhdova lidhjen. Kur ai më propozoi për martesë, nuk hezitova dhe pranova direkt. E dija që me të do të kisha një jetë të lumtur dhe më mirë se ai nuk mendoja se do të gjeja. Martesa jonë ishte perfekte, shumë e qetë dhe e lumtur. Ishte shumë i kujdesshëm për mua, por kishte një gjë që më shqetësonte. Nuk fliste kurrë për të shkuarën e tij. Vitet kalonin dhe unë nuk dija pothuajse asgjë nga vinte që shka arritur aty, çfarë pune është marrë, a ka pas grua, as ka pas fëmijë. Çdo herë që pyesja për fëmijërinë, për familjen, për njerëzit e tij, ai shmangte si pyetje. Në fillim nuk e kuptoja fare, më dukej njëri misterioz dhe në vend që të më alarmonte, kjo më bënte që ta dua më shumë. Kaluan shumë vite, krijuam një jetë të qëndrueshme, edhe pse nuk patëm fëmijë. Ai gjithmonë gjente justifikime, thoshte që ishte vonë, herë thoshte se ishte i lodhur, nuk donte të më mërziste mua, edhe unë sigurisht që nuk e merrja diçka serioze. Kur mbusha 40 vjeç, fillova të mendoja ndryshe. Pse ne nuk ishim fëmijë? Pse ai nuk më ka prezantuar kurrë me familjen e tij? Pse çdo gjë rreth të shkuarës së tij ngelet një mister edhe pas 25 vitesh bashk?
Një ditë vendosa të kërkoj dokumentat e tij të vjetra. Aty gjeta diçka që më ngriu gjakun. Ngela e shtangur, mbiemri i tij përputhej me mbiemrin e njeriu që familja ime gjithmonë kishte shmangur të më tregonte. Prap të babait tim. Mora guximin dhe bëra një test ADN-je duke marrë kampion nga ai, pa dijenin e tij, këtë gjë e bëra komplet fshehur azi. Në momentin që erdhi rezultati, nuk mund ta besoja. Përputhja ishte 99.9%. Burri me të cilin kisha fjetur, kisha jetuar, kisha ndendur në një krevat për 25 vite, me të cilin isha martuar, nuk ishte thjesht burri im, por në të njëjtën kohë babai im biologjik. Kur përballa me të, ai uli kokën dhe filloi të qante. Unë e dija që një ditë do ta zbuloje, nuk doja kurrë të lëndoja. Gjeta një mënyrë që të mbaj në tutelën time duke të bërë që ti të dashurohesh me mua. Të dua më shumë se gjithçka, u shpreh ai. Unë nuk dija nëse duhet të bërtisja apo të shkatroja, të thyja çdo gjë. Ndihesha e tradhtuar, e shkatruar, e terrorizuar në të njëjtën kohë nga të gjitha veprimet që kam bërë me të, me babain tim. Por një pjesë e imja e kuptonte. Ai kishte jetuar me një sekret që e kishte mbytur. Sot jam 45 vjeçe, njerëzit mendojnë se kam një jetë të rregullt, një burr të qëndrueshëm, një jetë të lumtur, një martesë perfekte, por unë jetoj me një sekret që më vret çdo ditë. Nuk ja them dot askujt sepse normalisht është turp i madh në shoqërinë tonë të ndodhi diçka e tillë. Jam shembulli i gjallë që e vërteta sado e fshehur të jetë një ditë del në dritë, dhe unë këtë të vërtetë nuk do ta them kurrë derisa jeta ime të mbarojë. Kam sakrifikuar në të njëjtën kohë edhe mundësinë për të pasur fëmijë, sepse që nga momenti që unë e mora vesh që ai është babai im biologjik, ne nuk kemi pasur më marrëdhënie intime. Sepse në fund të ditës kjo është jeta dhe jeta duhet të vazhdojë.